Ambasada e fëmijëve me gjashje kërkon që qeveria e re gjatë përpilimit ose ndryshimeve të ligjeve që kanë të bëjnë me fëmijët, t'i përfshi edhe prindrit dhe vetë fëmijët. Nga ambasada me gjashje madje thonë se qeveria në largim asnjëherë nuk ka konsultuar prindrit dhe fëmijët për asnjë ndryshim të ndonjë ligji. Dokолку збориме за закон за млади, Derisa flasim për ligje që janë për të rinjt, atëherë duhet të kyçen edhe ata. Çdo sjellje e shpejtë e vendimeve në kuvent konsiderojmë se nuk është në rregull. Duhet që mënyra e sjelljes së vendimeve të jetë në mënyrë transparente për gjithë opinionin, sepse disa ligje mund edhe të mos funksionojnë derisa nuk bëhet analizë mirëfillt. Бараме од новата влада се почитува детското учество. Kërkojmë nga qeveria e re që të respektojë pjesëmarrjen e fëmijëve në praktik, në forma të ndryshme si nëpër shkolla, familje, në politikë kur është e nevojshme, në gjyqësor, në institucione shtetërore. Fëmijët kanë të drejtën e tyre për mendim të lirë dhe nuk guxon askush të sjellë vendime pa mos qenë edhe fëmijët të përfshirë në krijimin e politikave, të cilat janë në interes të fëmijëve. Në raportin e përgatitur nga Ambasada e Fëmijëve me gjashje, ku është analizuar përfshirja e fëmijëve në punën e kuvendit gjatë vitit 2016, është konstatuar se ata kanë vepruar vetëm për të drejtat primare të fëmijëve.